Partia Socialiste synon 7 mandate në Korçë dhe për këtë është e bindur. Çfarë mendojnë demokratët? Ku e keni përqendruar ju fushatën dhe cili është synimi juaj në 11 maj, sa i takon Korçës? Po, ëndra janë thojnë zotit Peleshi bëmaki dhe dalin. Zoti Peleshi mund të thotë edhe 17, se nuk ja zë njeri as dorën, as gojën për të folur edhe për të pretenduar, po çështja është e thjeshtë. Për cilën arsye do duhet Partia Socialiste të marrë 7 mandate në Korçë? Për bujqësinë, shtyllën kryesore të zhvillimit ekonomik të atij qarku që ka marrë fund, për shpopullimin e gjithë fshatrave dhe qytetave, po ashtu edhe vetë qytetit Korçës që është qendra e qarkut, për ekonominë që ka shkuar në fund, për ato agro turizmët që ata pretenduan me shumë buj para disa vite që do të zhvillonin qarkun e Korçës, për bujtinat të cilat u ndërtuan dhe tashmë po mbyllin dyert një nga një dhe gjithë janë drejt falimentit, për cilat arsye do duhet të merresh 7 mandate.